Kur e ndini veten të lodhur edhe të raskapitur, pyeteni veten, mos vallë ju jeni lokomotiva e trenit që po i ngreni vagonët tjerë, ndërsa vagonët tjerë e kanë ngrejt frenin dhe juve ju vështirëson jetën. Prandaj, të nderuar miq, gjithmonë kur mendoni të hecni përpara dhe ju vijnë punët vështirë, atëherë mos e akuzoni veten pse keni vështirësi, sepse ndoshta të tjerët janë vagon të cilët nuk duan të hecin pas jush. Prandaj, merrni punën me lehtësi, merrni punën me mendje të shëndosh dhe punoni aq sa mendoni se mund ta udhëheqni një lokomotiv, treni, dhe duke i delegu punët aq sa mundeni, e jo të i ngreni me zor vagonët të cilët ndoshta e kanë ngrejt frenin e dorës.